Duke nisur nga muaji janar i këtij viti, një numër i konsiderueshëm barnash kanë shënuar rritje të ndjeshme e çmimi, duke rënduar drejt për drejt barrën financiare për pacientët. Në disa raste, rritjet kanë qenë ekstreme, duke kapërcyer edhe mbi 100%. Një nga shembujt më flagrant është cefazolina, një antibiotik me përdorim të gjerë, çmimi i të cilit është rritur me rreth 4000%. Lista e barnave të shtrenjtuara nuk ndalet këtu, pasi 10 medikamente të tjera kanë pësuar rritje deri në 97% krahasuar me çmimet e vitit të kaluar. Që prej 1 janarit, Qendra Kombëtare e Barnave ka nisur aplikimin e pullave të reja, të cilat reflektohen në çmime shumë më të larta për qytetarët. Në bazë të vendimit të Këshillit Ministrave, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar listën e re të çmimeve për vitin 2026, e cila rezulton dukshëm më e shtrenjtë se ajo e një viti më parë. Edhe metformina, një ilaç bazë për trajtimin e diabetit, ka pësuar rritje drastike, ku për një produkt të prodhuar në Maqedoninë e Veriut, çmimi është rritur me rreth 2000%. Medikamente të tjera si Tobradex, Remsima, Infliximab apo produkte me përmbajtje gadoterik acid kanë shënuar gjithashtu rritje të konsiderueshme që variojnë nga 13 deri në 97%. Ndërkohë, Minitrani ka kaluar nga 380 lek në 1369 lek, duke u shitur më shumë se 2 herë më shtrenjtë se një vit më parë.